Mirë mbrëma, faleminderit, jam mirë, ju si jeni. Shenja e peshores gjatë kësaj jave është goxha e lodhur, ka ndikime të cilat janë shumë të fuqishme dhe në përgjithësi janë shumë të lodhshme. Një hëna e rreq do të jetë tek shenja e peshqve, do të ndikojë drejt për së drejti shëndetin fizik. Pavarësisht se falkëse do të kemi shërime pothuajse të plota në shumë persona, nuk do të thotë që nuk është e lodhshme, duhet të jemi shumë të rregullt në këto momente, të vëmë një rend shumë të rrept. Gjëshë për shenjën e peshorës gjatë gjithë javës në vazhdim mund të konsiderohet disi e pamundur, sepse kemi edhe këndin negativ të drejtuesit tuaj që është Venusi me Jupiterin. Duke qenë se Venusi në këto momente është e vendosur tek shenja e dashit, keni një zjarr vërtet shumë të madh kundrejt lidhjeve, doni që gjithçka të rregulloni në moment, që mund të rezultojë e pamundur, sepse jeni shumë impulsiv edhe në ato çfarë kërkoni, po ashtu edhe nevojat tuaja mund të jenë të papërballueshme, prandaj edhe që të jeni disi më realist në përqasjen edhe ndaj jetës, po edhe ndaj partneriteteve do të jetë shumë e këshillueshme gjatë gjithë javës në vazhdim. Nëse fokusoni tek shëndeti fizik, do ta keni shumë më të thjeshtë t'i bëni ballë gjithçkaje, sepse nëse merrni gjërat një nga një, e keni shumë më të thjeshtë. Pastaj që edhe pak shumë të vini tullat njëra përpas tjetrës. Pra, pika ku keni shumë fat, pavarësisht se kemi një kënd negativ, është kariera, është një rritje kolosale në këto momente për ju, duke qenë se merrni një ndihmë vërtet shumë të madhe nga sistemi, keni ide vërtet shumë geniale, mund të merrni ndihmë edhe nga bashkëpunimet, nga personat në cilën keni bashkëpunuar edhe në të shkuarën në disa raste, dhe këto ju ndihmojnë që të ecni shumë më shpejt përpara, prandaj dhe bashkëpunimi vërtet që do t'ju këshilloj. Ju jeni persona që e keni të thjeshtë të bashkëpunoni, sepse jeni persona që dini që të gjeni që të përbashkët me këto që krijoni diçka pra. Dhe është një nga karakteristikat tuaja që gjatë gjithë javës në vazhdim do të këshilloj që ta përdorni të njëjtën empati, të njëjtën diplomaci, më të them, do të këshilloj që ta përdorni edhe për sa i përket partneriteteve. Edhe pse fillimet e reja në këto momente për ju janë shumë pozitive, do t'ju këshilloj që të vazhdoni që të prisnit datën 22 për të filluar diçka, sepse deri në atë datë të gjitha vendimet që marrim gjithsesi mund të jenë problematike, sepse jemi në retrogradën e Mërkurit. Shenja e Akrepit është shumë e favorizuar në këto momente. Kemi shumë vendosje tek shenjën e Ujit, sidomos tek ajo e Peshqve, dhe kjo bën shenjën e Akrepit që të jetë shumë aktive, ka një imagjinat vërtet shumë të lartë dhe mbi të gjitha çdo gjë që e imagjinon ka dhe aftësinë për ta kthyer në diçka në prakticitet pra. Kemi fillimin e një jete të re shumë pozitive, ndërkohë që tek të gjitha shenjat e tjera jemi në periudhë ku është detyruar që të përzjedhet të mbajë jetën e saj gjëra që nuk e lodhin. Shenja e Akrepit tashmë nuk ka gjë në jetën e saj, si ka ngelur për fat të keq që e lodhin, ose për fat të mirë në këtë rast, prandaj edhe kemi aftësinë që të ndërtojmë gjithçka nga e para ashtu siç duhet. Duke qenë se kemi kreativitet vërtet shumë të lartë në këto momente, kemi edhe krijimin disa marrëdhënie vërtet shumë të fuqishme, shumë më të shëndetshme. Kjo do thotë që kemi hyrje në jetën tuaj edhe të disa personave që janë shumë më pozitiv, më të përshtatshëm për ju. Prakticiteti që keni në jetë, imagjinata që keni normale që ju ndihmon që të krijoni shumë më thjesht këto lloj relatash, arrin që të shikoni dhe lidhjen që kanë situatat ose gjërat me njëra tjetrën, pra shikoni ato patterns që ekzistojnë, dhe kjo normalisht ju ndihmon edhe që të jeni shumë më praktik në jetën tuaj, të gjeni disa zgjidhje shumë më të thjeshta, po ashtu edhe mënyra se si trajtoni veten tuaj, trupin tuaj është shumë më tepër në përshtatje me atë çfarë jeni, pra pak a shumë bota e brendshme ose shpirti është shumë më i përshtatshëm atë çfarë shprehni jashtë. Është në përputhje. Pra dhe normalisht nuk kërson bisni kohë edhe për të treguar veten tuaj, për të shprehur idetë tuaja, sepse ato duket direkt. Po e themi në këtë mënyrë, prandaj edhe kemi dhe aftësi që bashkëpunimet po është të jenë shumë më tepër efikase, po ashtu ndihma që merrni nga kolegët tuaj është shumë më tepër efikase, dhe mbi të gjitha jeni shumë më të kujdesshëm edhe në mënyrën se si veproni. Për këtë arsye mund të kemi edhe një rritje shumë më të madhe në shëndet në këtë periudhë, sepse jeni shumë më të kujdesshëm për të. Kjo nuk do të thotë që gjithçka është
do të thonë na vjen nga qielli, normalisht dhe ne duhet të bëjmë punën tonë, pra duhet vazhdojmë që të jemi të kujdesshëm edhe në lidhje me fizikun, po ashtu edhe në lidhje me çdo aktivitet që bëjmë, por e kemi shumë të thjeshtë, pra që t'i kthejmë në prakticitet gjithçka që dëshirojmë dhe imagjinojmë, dhe si rridoj kemi dhe aftësi vërtet shumë të mëdha për të kryer begati në këto momente të shenja e akrepit. Kjo begati sa vjen edhe rritet, sidomos për sa i përket banesës shtëpisë. Kjo është diçka që do të fillojmë që ta bëjmë shumë më tepër gjatë muajit maj, po edhe në këto momente do fillojmë që ta ndjejmë gradualisht. Një ndikim i cili është shumë i fuqishëm për shenjën e akrepit në këto momente është fillimi i periudhës ku mund të kryejnë familje. Shumë më të shëndetshme dhe që të jenë pak a shumë reflektimi drejt për drejt e asaj çfarë ju nevojitet. Në mënyrë që këto familje të ndërtohen ashtu siç duhet, normal që dhe ne duhet ta ndihmojmë. Shenja e shigjetarit. Për shenjën e shigjetarit, kjo hënëre është shumë e fuqishme. Ndikimi më i rëndësishëm që ka është mbarimi ose thyrja, më të themi, e të gjitha kushtëzimeve që ekzistojnë brenda familjes. Kjo do të thotë që marrëdhëniet të cilat kanë qenë pak a shumë të kalbër, që nuk funksiononin, që nuk dinim se si t'i çonim më tutje, nga kjo hënëre do të gjejnë rrugdalje. Kjo mund të thotë që edhe mund të mbarojnë, por në përgjithësi do të kenë një farë shërimi. Është një ndikim shumë i madh pozitiv. Për këtë arsye, jemi shumë më tepër praktik tashmë në përqasjen që kemi edhe ndaj jetës, por edhe ndaj personave që kemi në jetën tonë. Prandaj edhe shenja e shigjetarit në këto momente në të vërtetë ka një rritje vërtet shumë të madhe, edhe pse kjo vjen pak a shumë me në disa momente të vështira. Arsye që këto momente janë të vështira sepse mund të heqin nga jeta jonë dhe disa persona të cilët i kemi xhan, pra, që kanë qenë në jetën tonë për një periudhë shumë të gjatë, por jemi futur më vërtet në një periudhë ku mund të kemi shumë udhëtime tashmë, dhe kjo na bën vërtet shumë mirë. Do të thotë që kemi mënyrë që të argëtohemi, kemi një mënyrë që të ngrejmë moralin tonë, prandaj edhe detyrimisht na ndikon në mënyrë pozitive. Ndikimi më i fuqishëm në këto momente pozitiv është të sa mbaron retrograda e Jupiterit. Kjo do të thonë që marrim një ndihmë shumë më të madhe nga sistemi për të rregulluar të ardhurat tona materiale, madje kemi edhe një farë drejtësie për sa i përket gjyqjeve apo ndarjes së pronave e të tjerë, dhe kjo do të thotë që edhe ne ndihemi më mirë dhe kemi edhe aftësi që ta përdorim këto të ardhur, pra në avantazhin tonë për të ndërtuar jetën që ne dëshirojmë. Duke qenë siç e thash, marrëdhënie familjare, familja, shtëpia, gjatë gjithë kësaj jave do të kenë ndikime shumë të fuqishme. Kemi thyrjen e një rendi i cili nuk ka qenë shumë i shëndetshëm dhe fillimi i një periudhe shumë më tepër pozitive për ju. Madje mund të kemi edhe periudhën kemi futur tashmë më themi edhe në periudhën ku mund të kemi edhe krijimin e familjes, si rredoj edhe të lindjes së fëmijëve. Shenja e Pricjapit, edhe kjo është një nga shenjat që në këto momente është një rritje konstante, duke qenë se drejtuesi juaj tashmë është tek shenja e Dashit. Jemi më tepër, kemi marrë një zjarr, pra duam që të avancojmë përpara, duam që të krijojmë një jetë që neve na shkon, që është e përshtatshme për ne. Dhe këtë në një farë mënyrë kemi një farë optimizmi që ta bëjmë. Kemi dhe përgjegjësinë e mjaftueshme për ta bërë këtë dhe mbi të gjitha, kemi dhe imagjinatën e mjaftueshme që na nevojitet. Prandaj dhe përgjegjësia, imagjinata edhe aftësia, kur bashkohen së bashku, krijojnë një individ i cili është vërtet shumë i suksesshëm në këtë moment. Për këtë arsye shenja e Pricjapit është shumë i suksesshëm. Jo vetëm në lidhje me karrierën, pra për të arritur një sukses në shoqëri, por është i suksesshëm edhe në lidhje me çdo marrëdhënie që ka në jetën e tij. Kjo hënë e re në të vërtet për ju do më thënë një mënyrë e re komunikimi, një mënyrë e re se si i përqaseni botës, se si lejoni njerëzit në të njëjtën kohë të t'ju afrohen dhe të komunikojnë me ju. Farë kësaj, kemi dhe aftësinë që ta përdorim këtë komunikim për të shëruar plagët aty ku ne kemi krijuar në të shkuarën, ose për të krijuar lidhje shumë më të shëndetshme. Në këto momente kemi një ndikim vërtet shumë të fuqishëm për sa i përket lidhjeve afatgjata, sepse jeni në fazën ku mund të gjeni personin tuaj të jetës, keni një aftësi vërtet shumë të madhe për ta bërë këtë, pak më tepër që kemi edhe një kënd pozitiv gjatë hënës së re, i cili do të thotë edhe një fat vërtet shumë madh pikërisht në këtë aspekt, edhe në lidhje me njohje të reja, po edhe në lidhje për të perceptuar se cilat janë personat që i kemi në aktualisht që janë të përshtatshëm për ne.
në përgjithësi janë në lidhje me martesat, por mund të thotë edhe partneritete e biznesit, të cilat na sjellin të ardhur materiale vërtet shumë të mira. Duke qenë se në këto momente shenja e përcjelljes vërtet që ka një rritje kolosale. Pothuajse në çdo aspekt, mjafton që të mundoni që të bëni gjërat një nga një në mënyrë që të mos humbisni kohë duke munduar që të bëni gjitha gjërat një, sepse ashtu vërtet që gjithmonë humbasim kohë. Shenja e ujorit. Në këto momente, shenja e ujorit ka dy ndikime që janë shumë të fuqishme. Një, forcimi i marrëdhënieve familjare dhe e dyta, krijimi i burimeve të ardhur materiale vërtet shumë herë më të mëdha se që ka pasur deri në këto momente. Investimet e kontrolluara ose më themi të marrëveshjet e kontrolluara vazhdojnë që të jenë të këshillueshme, jo lloj siç ishin dhe javën e kaluar. Madje që sa javë mund të perceptojmë se ku kemi pasur pengesa dhe të rishikojmë edhe një ose të rikthejmë edhe një herë disa mundësi që nuk kemi ditur se si t'i gjenim zgjidhje dhe fare kësaj të kemi edhe të ardhur materiale shumë më të mira tashmë. Vlerësimi është shumë herë më i shëndetshëm në këtë moment, është fiks në të. Prandaj dhe çdo gjë që fusim në jetën tonë ose që mbajmë në jetën tonë është shumë më e përshtatshme për ne, është shumë më e shëndetshme për ne. Siç e thash, kemi ndryshime të dinamikave brenda familjes, duke i përkthyer ato në marrëdhënie shumë më të shëndetshme, shumë më të dobishme për ne, të cilat na mbështesin edhe në momente kur është e nevojshme, mund të bëjmë moral vërtet shumë i madh pra. Dhe kjo na ndihmon që të ecim dhe të avancojmë vërtet shumë në jetën tonë. Duke qenë se ju jeni një shenjë shumë largpamëse, vërtet që në këto momente do t'ju këshilloj të përdorni këtë karakteristikën tuaj për të parë se cila është jeta që dëshironi dhe cilat janë rrugët që duhet të ndiqni, duke qenë se në këto momente kjo si aftësi ose si karakteristikë është vërtet shumë herë më e zmadhuar. Në lidhje me bashkëpunimet, kjo është një nga momentet më pozitive, sepse të gjitha bashkëpunimet në këto momente janë shumë frytëdhënëse, sidomos ato që i bëni me kolegët tuaj ose me persona që dikur keni qenë bashkë brenda të një kolektiv ose ndoshta edhe në të njëjtën shkollë. Me këta persona e keni më të thjeshtë të gjeni gjuhë të përbashkët në këto momente. Në mënyrë se si komunikoni, vetëm do t'i këshilloj që t'jeni disi më të kontrolluar, sepse mund të thoni në disa raste fjalën e fundit në fillim. Kjo nuk do të thënë se do t'ju prish punë, por thjesht mund ta zgjasë atë si periudhë pra, që të marrëveshje. Ndërkohë që nëse jeni më të kontrolluar në atë çfarë thoni, detyrimisht mund të merrni vesh më thjesht dhe të keni edhe fitime të menjëhershme pra. Filloni të fitoni më shpejt. Ndërkohë që për sa i përket shëndetit, ju jeni një nga shenjat që vërtet ka çlirime shumë më të mëdha, sidomos për personat që kanë pasur dhimbje të vazhdueshme në trupin e tyre. Kjo në përgjithësi, pavarësisht se ku mund të keni pasur këto dhimbje, mund të kanë qenë nga sistemi nervor, sepse deri në këto momente ka qenë një trysni shumë e madhe në këtë pikë dhe para se ku na kapra, se ku e jep në trupin tonë, aty ku e kemi disi më të ndjeshme. Ndërkohë që kjo javë, sidomos pas anës së re, do të thënë çlirimin e dukshëm të kësaj tematike, prandaj edhe nga ana fizike do të ndjeni shumë më mirë. Urime. Shenja e peshëve. Për shenjën e peshëve është një periudhë sa pozitive, po aq edhe e lodhshme. Është e lodhshme sepse kemi një rritje në çdo aspekt, është pak a shumë po ziroheni në të gjitha nivelet, prandaj dhe kjo do të thonë në disa momente edhe dhimbje të rritjes pra. Dhe duke qenë se është edhe një farë shpërqendrimi, sepse nuk dini se ku të fokusoheni, kjo do të thotë që disa mundësi mund të mos i kapni. Prandaj dhe këshilla ime do të ishte që gjatë javës në vazhdim të bëni një plan. Se cilat janë gjërat më të rëndësishme, të fokusoheni aty dhe t'i merrni me gradë, pra, cila është më e rëndësishme, e para, e dyta, e treta, pak a shumë, dhe t'i bëni në atë radhitje në mënyrë që t'jeni më tepër efikas. Nëse bëni këtë, në të vërtet kemi mundësi vërtet shumë të mëdha që të rriteni. Duke filluar nga dita e premte e tutit, nga bazitetit së premte më të themi, duke qenë se edhe dielli do të ketë kaluar tashmë tek shenja e dashit dhe do të jetë në takim edhe me drejtuesin tuaj, do të kemi një fokusim shumë më të madh në krijimin e një begatie ose të ardhur materiale të mira. Fokusimi më i madh do të jetë këtu. Dhe në qoftë se ju e ndihmoni këtë aspekt jetës tuaj, pra filloni që të bëni disa investime në këtë aspekt,
Këtu bëj fjalë më tepër për investimin e kohës, pra që të kaloni më tepër kohë për të zgjidhur problemet ose pengesat që keni pasur deri në këtë moment në lidhje me këto tematika. Do ta keni shumë të thjeshtë duke filluar nga dita e premte, tutje që të merrni të ardhur materiale më të mira. Kemi ndikime shumë më të fuqishme duke filluar nga dita e martë e tutje, duke qenë se hëna do të jetë i vendosur tek shenja juaj. Kjo do më thënë që pavarësisht pesimizmit që mund të ndjeni në momentet të caktuara, arrini që të shikoni dritën në fund të tunelit, prandaj dhe keni dhe më tepër aftësi që të gjeni zgjidhje pothuajse të gjitha problemeve. Siç e thash, jeni duke zgjuar në çdo aspekt të jetës. Një ndër ndikimet më të fuqishme madje në këto momente është zgjerimi i rrethit shoqëror dhe zgjerimi i vetë ne si individ dhe fillojmë që të kryejmë edhe vendin për personin e jetës tonë. Sidomos persona që nuk kanë pasur një lidhje për një periudhë shumë të gjatë, mund ta ndjejnë vërtet shumë të nevojshme në këto momente që të jenë më tepër social, që të fillojnë që të shikojnë dhe person, apo pak a shumë automatikisht fillojmë që të shikojmë të gjithë personat që kemi rreth rrotullt dhe me atë sy që a është apo s'është i përshtatshëm ky individ për mua. Kjo është diçka pozitive, por gjithsesi do t'ju këshilloj pas datës 22, sepse deri në atë datë Mërkuri është në retrograd dhe është i vendosur, ose më themi, ky retrograd është tek shenja juaj, prandaj dhe jeni më të hapur se të gjitha shenjat e tjera për të manipuluar veten tuaj dhe për të bërë zgjedhje të gabuara, sidomos përpërsërisht në qoftë se keni një periudhë shumë të gjatë që nuk jeni në një lidhje. Edhe për ju kemi një rritje kolosale në karrierë, sepse kjo është vërtet një periudhë ku mund të kryejmë burime të reja për të ardhur materiale, prandaj të këshilloj që ta përdorim. Përtej kësaj, ju jeni dhe shenja më e prekur nga ky ndikimi që kemi këto momente që ndihemi pa rëndëse, sepse ju e ndjeni shumë më tepër këtë lidhjen që kemi ndërgjegjën kolektive. Jeni për këtë arsye dhe një nga shenjat që mund të ketë ëndra shumë më të gjalla dhe që ju bën dhe pak të lodhur dhe në jetën e përditshme, prandaj edhe për ju do t'ju këshilloja që të bëni më tepër të opozim, duke qenë se pak më tepër dielli gjatë gjithë kësaj jave do të ketë një kënd pozitiv me Uranin që është i vendosur tek shenja e Demit, që është në shenjë toke. Pra, shihemi përsëri ditën e hënë dhe ditën e hënë do të bëj lidhjen tjetër për drejt me pyetje përgjigje për të gjithë ata që do të marrin pjesë, do të jetë në orën 19. Faleminderit. Kafshim.